Edhe pse më i madh se vitet e kaluara, bashkitë e vendit kërkojnë fonde shtesë nga buxheti i shtetit për vitin 2026, kryesisht për investime në zonat rurale dhe për një shërbim më të mirë ndaj qytetarëve. Të ftuar në seancë dëgjimore në Komisionin për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, përfaqësuesit e shoqatës së të zgjedhurve vendor theksuan nevojën për më shumë investime, veçanërisht në infrastrukturën e fshatrave, e cila lidhet drejt për drejt me zhvillimin e ekonomisë lokale. Krijimi i një fondi të veçantë për bashkitë rurale dhe malore. Ky fond duhet marrë parasysh sfidat e territorëve të gjera, densitetin e ulët të popullsisë dhe kostot e larta të infrastrukturës. Pa këtë instrument të dedikuar, pabarazitë territoriale do të thellohen edhe më shumë. Këtë e theksojnë çdo ditë edhe kolegët e mi që drejtojnë bashki rurale e malore dhe që më kanë kërkuar t'i ngrej qartësisht këto shqetësime sot përpara jush. Nga ana tjetër, për kryetarin e bashkisë Pogradeci Ilir Xhakolli, një problematikë që kërkon zgjedhje urgjente janë borxhet akumuluara nga humbja e vendimeve gjyqësore nga ana bashkive. Po duhet flas për rastin specifik që është bashkia e Pogradecit, por edhe disa bashki të tjera që kanë trashëguar borxhe nga reforma territoriale e 2015-s. Pogradeci ka trashëguar rreth 6 milion euro borxh, me gjithë përpjekjet maksimale të punojësve të bashkisë është përgjysmuar gati edhe pak më shumë ky borxh, mirë po ne akoma nuk ja dalim dot, sepse sidomos ato që janë fituar me vendime gjyqësore. Nuk e di. Ndërkohë, Instituti i Bashkive të Shqipërisë kërkoi në komision dyfishimin e fondeve për 3 zëra specifik, me qëllim garantimin e një cilësie më të mirë jetese për qytetarët në të gjithë vendin. 3 janë sektorët që edhe sot në këtë ditë, edhe në këtë përmbytje dhe lagështia dhe dëshirat e fundit të nxjerrin problematika shumë koherente, që këto zgjidhen me dyfishimin e buxhetit kryesisht në këto 3 sektor. Gjatë një viti, bashkitë e vendit sigurojnë pak më pak se gjysmën e të ardhurave nga taksat vendore, ndërsa pjesa tjetër u jepet nga buxheti i shtetit në formën e transfertave të pakushtëzuara, granteve apo fondeve për pagat e punojësve të administratës.